karaoke e mlefit dhe vakumi i madh alternativ, nga Besi Bekteshi në fillim ishte revolta. Një ndjesi e pastër, e zhveshur nga prapamendimet, e lindur në tryezat e zbrazura të familjeve të thjeshta, në sytë e nënave që përcjellin fëmijët në rrugët pa kthim të mërgimit, në xhepat e zbrazur të rinjve që e shohin të ardhmen si një ekuacion pa zgjidhje. Kjo pjesë e shoqërisë, e lodhur nga arroganca e një elite politike 35 vjeçare, zbret në bulevard me të vetmen armë që i ka mbetur, praninë e saj fizike dhe dëshpërimin e kthyer në britm. Por sapo ky dëshpërim merr formë në shesh, mbi telajon e protestës fillon e qepet, si me pet bardh, një mozaik laramane grotesk. Papritur, rrugët nuk janë më vetëm të njerëzve pa shpresë. Aty shfaqen ata me kalkulatriçe në dorë kryetar partizash të vogla që prej vitesh ushqehen me thërimet e tryezës politike. Humbës kronik që pas një dekade dështimesh kujtojnë se erdhi dita e tyre. Emigrant të minutës së fundit që nuk u ndjen të gjallë as për fatkeqësitë e tyre familjare, por sot shfaqen si shpëtimtar të kombit, dhe tabor albinistësh që vinë me mision të qartë ideologjik nga Kosova e Maqedonia e Veriut. Përmbi të gjithë, si një dekor digjital, turret një lukuni magjistarësh të rrjeteve sociale dhe personazhesh qesharak studioshe portalesh, të cilët riciklojnë të njëjtat klishe me shpresën se po kapin një copë pushtet në ndonjë qeveri teknike që, po t'i dëgjosh ata, duhet të ketë një 50 portofole ministrore për të ngopur orekset e të gjithëve. Këtu lind tragjedia e parë e lëvizjeve tona shoqërore, bashkëjetesa e detyruar e idealizmit me skuthërinë. Pjesa e sinqertë e protestës bëhet pis, ndotet dhe tjetërsohet nga prania e kësaj ushtrie karrieristësh që kalorojnë mbi dëshpërimin e të tjerëve për interesa krejtësisht banale. Sindroma e podiumit bosh. Në çdo vend që kërkon një pikë ktheje historike, protesta nuk është thjesht një numër njerëzish në rrugë, ajo është artikulim. Mirë po, në bulevardet tona, podiumi ka mbetur de facto bosh. Ai është dorëzuar në dorë të kalimtarëve të rastit sipas logjikës së momentit ose dëshirës së atij që kontrollon fonin. Ky format e kthen revoltën në një karaoke mlefi. Çdo kush merr mikrofonin, këndon këngën e tij të dhimbjes apo të tërbuar, merr disa duartrokitje dhe zbret. Por mlefi i pa organizuar nuk krijon histori. Kalimtarët e mikrofonit nuk mund të jenë as paneli i liderëve të së nesërmes dhe as sfiduesit serioz të një klase politike të vjetër e të blinduar. Pa një bërtham ideologjike, pa një strukturë që transformon zhurmën në projekt, kjo zhurmë është e destinuar të fashitet pa lënë asnjë gjurmë institucionale. Mlefi pa strategji nuk rrëzon sisteme, ai thjesht konsumon energjinë e njerëzve dhe i kthen ata në shtëpi edhe më të zgënjur. Ekuacioni i mangët elektoral. Zgjedhjet mund të jenë larg, ose një tek e fatit politik mund t'i sjellë ato më afër nga sa mendojmë. Nëse kjo ndodh, këtu ekspozohet edhe pika më e dobët e kësaj mase, mungesa totale e një strategjie për pushtetin. Sot, kjo turma amorfe ka një konsensus të jashtëzakonshëm për njërin anë të medaljes. Ajo e di shumë mirë se cilët dëshiron të heqë nga puna. Ajo njeh me emër dhe mbiemër fajtorët e degradimit ekonomik dhe moral të vendit. Mirë po, pyetjes tjetër, asaj më etikes, askush nuk di t'i jap përgjigje. Cilët do të marrim në punë nesër? Pa asnjë ide se kush do t'udhëheq, pa një program të qartë qeverisës dhe pa një strukturë të organizuar mirë për të përballur garën elektorale, kjo që sot duket si prezenca më sfiduese ndaj klasës vjetër politike, në fakt është struktura më e hallakatur dhe më e pafuqishme. Pa një alternativë reale, kjo mas njerëzish thjesht punon pa vetëdijshëm për status quo sepse klasa e vjetër politike ushqehet pikërisht nga përçarja dhe paaftësia e rrugës për të prodhuar lider. Nëse nuk arrim të kalojmë nga faza e shfryrjes së dufit e faza e ndërtimit të një alternative serioze, rrugët tona do të mbeten thjesht një amfiteatër i hapur i zhgënjimit të radhës, ku në fund, të vetmit që fitojnë janë skuthët me kalkulatriçe në dorë.